Ish zyrtari Zambak Gjonaj dhe eksperti i IT-s Arnold Rokaj do të qëndrojnë në burg. Të dy akuzohen për ndërhyrje në sistemet kompjuterike dhe nxjerrje të sekretit hetimor. GKK refuzoi kërkesën e tyre për një masë më të lehtë, duke pranuar kërkesën e prokurorisë për qëndrimin në qeli. Sipas SPAK, Gjonaj dhe Rokaj kanë hyrë tek sistemet e emailit të 3 prokurorëve të posaçëm. Në dosje, thuhet se personat përgjegjës kanë arritur që të marrin disa informacione, pa mundur të sigurojnë akses në dosjet hetimore. Po ashtu, ata kanë tentuar që të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme Altin Dumani, por pa sukses. Prokuroria apoheton ndërhyrjen për veprën penale të grupit kriminal, pasi ka dyshime se kanë vepruar për persona të tretë që po verifikohen nga SPAK, por pavarësisht këtyre akuzave, njëri prej tyre thotë se nuk ka lidhje me ndërhyrjen, ndërsa tjetri tregon se e ka bërë për kuriozitet. Zambak Gjonaj dhe Arnold Rokaj janë ndaluar nga BKH 24 orë pas marrjes në dieni që në emailet e 3 prokurorëve janë marrë të dhëna. Burime jo zyrtare bëjnë me dije se pasi janë administruar këto shkresa, janë dërguar tek personat e interesuar, duke përfshirë edhe zyrtar dhe ish zyrtar.